Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falendrim Allahun, salavatet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti i Allahut azza wa jall qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Me ndihmën e Allahut te baraka wa ta'ala arritëm deri tek surja Al-Anfal. Sot në këtë ditë të madhe të agjerimit muajit Ramazan, do fillojmë me komentimin e shkurtër rreth kësaj kapitine, Suratul Anfal, me 75 ajete kuranore e zbritur në Medinë, në Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Al-Anfal dën thot plaçkat e mbetura nga lufta, që pastaj me këto plaçka përfiton ushtria dhe ose i mban këto plaçka, do më thonë, për përforcim, ose në kohën e kaluar, plaçkat e luftës, shpatat, këto sendet të cilat, do më thonë, kanë qenë, do më thonë, si lloj armatimi, i kanë shpërnda në mesin e ushtrisë. Më thonë, nëse ajo betejë caktuar, do më thonë, ka fitu, pastaj plaçkat janë nda, do më thonë, si pasunin mesin e ushtrisë. Suratul Anfal, surja e plaçkave të mbetura nga lufta e fituar. Dietarët islam, veçanërisht komentatorët e tefsirit, kanë thënë se Suratul Anfal quhet edhe me emra të tjerë. Surja e Bedrit, kështu e kanë quajtur. E kanë quajtur edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse në Bedr është zhvillu betejë e parë mes hakut dhe batilit, mes të vërtetës dhe jo të vërtetës. Lufta e parë mes muslimanëve dhe idhujtarëve në Bedr. Dhe mu për këtë arsye e ka marrë kjo sure emrin Suratu Bedr, surja e Bedrit, sepse një pjesë e madhe ajeteve kanë zbritur në kohën kur u zhvillu kjo betejë. Dhe me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, muslimant e fituan këtë betejë dhe është shënuar në historinë islame fitoria e madhe. Fitoria e madhe mes hakut dhe batilit, mes të vërtetës dhe jo të vërtetës, ku është ngrit fjala la ilaha illallah dhe është në poshtë mohimi dhe kufri i idhujtarëve. Bedr është një vend, është një qytet në periferi të Medinës, drejtim të Qabës apo drejtim të Mekës. Aty është zhvillu kjo betejë mesin e muslimanëve të asaj kohe dhe mushrikinëve, paganëve, sikur që tham, më thënë muslimanët e fituan këtë luftë, ka qenë lufta e parë, e fituan ku ngrit fjala la ilaha illallah dhe unë poshtë kufri. Transmeton në Sahih Bukhari, transmetohet në Sahih Bukhari an Sa'id ibn Jubair, قلت لابن عباس سورة الأنفال قالت تلك سورة البدر. Sa'id ibn Jubairi radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, e ka pyetur Ibn Abbasin, djalin e bingjës pejgamberit alayhis salam, për Suratul Anfal. Ka thënë Suratul Anfal, ka thënë është surja e Bedrit. Do të thotë surja e Bedrit në të cilën është zhvillu kjo betejë. Edhe walhamdulillah, deshti Allahu subhanahu wa taala, do të thonë që muslimanët ta fitojnë betejën e parë që është regjistruar në historinë islame, dhe kështu që të doptit e Mekës pastaj,
si pleq, gra, fëmijë, pas saj lufte gjejnë rrugdalje dhe largohen nga Meka dhe gjejnë mundësinë të bashkohen vëllezërve të tyre, familjarëve të tyre, të afërmëve të tyre në Medinën e ndriçuar të pejgamberit sallallahu alaihi. Gjithashtu kjo sure është quajtur surja El-Qital, surja e luftës, ku Allahu subhanahu wa taala në këtë sure në shumicën e ajeteve nga fillimi deri në fund, të cilat kanë zbritur enkas domethënë për këtë betejë, Allahu subhanahu wa taala domethënë sipas disa komentatorëve të tefsirit, dietarëve të tefsirit kanë thënë se kjo sure përderisa quhet me titullin e saj, domethënë Suratul Anfal, quhet gjithashtu Suratul Bedr, domethënë surja e betejës Bedrit, dhe gjithashtu quhet Suratul Qital, surja e luftës, sepse Allahu subhanahu wa taala në këtë sure tregon etikat, adabet, rregullat e ushtrisë, se si duhen ata të përballen dhe të ballafaqohen, çka duhet me pas parasysh, domethënë muslimanët karshi, domethënë armikut, karshi e veçanërisht domethënë luftës që është zhvilluar mes muslimanëve dhe mushrikinëve asaj kohe, domethënë që Allahu subhanahu wa taala e ka quajt, faktikisht dietarët islam kanë thënë se kjo surë është Suratul Qital, surja e luftës, domethënë që Allahu xhelle xhelaluhu në shumicën e ajeteve tregon se si duhet mos sjell një ushtri muslimane, domethënë karshi armikut, karshi mushrikinëve të asaj kohës, dhe tregon Allahu subhanahu wa taala shkaqet e fitores dhe shkaqet e humbjes. Çka bën nëse një ushtri nuk shkon sipas rregullave dhe etikave, domethënë zbritura në këtë sure, atëherë domethënë vjen deri tek humbja e luftës. Por nëse një ushtri shkon sipas rregullave dhe etikave të kësaj sureje që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, i bindën Allahut, i bindën pejgamberit alayhi salatu wasalam, e kanë për qëllim ahiretin, nuk e kanë për qëllim dynjan, nuk e kanë për qëllim plaçkat e luftës, por e kanë për qëllim për ta ngritur fjalën la ilaha illallah dhe për ta mposhtur kufrin dhe mohimin. Allahu subhanahu wa taala domethënë në shumicën e ajeteve tregon për etikën e luftës dhe tregon për shkaqet e fitores dhe shkaqet e humbjes. Gjithashtu komentatorët e tefsirit thuajnë se kjo sure gjithashtu quhet Suratul Furqan, surja e Furkanit. Do të thotë që surja në të cilën është dallu e vërteta prej të kotës. Thotë Allahu subhanahu wa taala në ajetin 41 nga kjo sure, në këtë sure thotë Allahu subhanahu wa taala yawmul furqani yawmul taqal jam'ani, dita e Furkanit, dita e Bedrit, ku është dallu e vërteta nga e shtrembëra. Është dallu e vërteta nga e shtrembëra, dhe mu për këtë arsye domethënë mushrikinët, paganët zbrapsen, e hupën luftën dhe u kthyen për në Mekë, ndërsa besimtarët domethënë e fituan beten e Bedrit me ndihmën e Allahut xhelle shanu xhelle xhelalu, përderisa e vërtetuan imanin e tyre ndaj Allahut, e vërtetuan imanin e tyre ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por në fund ndodhi çfarë ndodhi ajo, domethënë për shkak plaçkave të luftës filluan sahabët domethënë me diskutu, por ajo çfarë ndodhi pastaj në mesin e sahabëve në fund të luftës, ndodhi ajo çfarë ndodhi, domethënë sahabët ikhtalafu, domethënë ranë në dilem, në mos pajtim sa i përket plaçkave të luftës. Disa thanë se të cilët ishin në mbrojtjen e pejgamberit thanë neve na takojnë plaçkat e luftës, ajo pasunia e luftës, domethënë ajo plaçkat e luftës që kanë mbetur prej anës mushrikinëve, thanë na kemi qenë në mbrojtjen e Muhamedit alayhis salam, neve na takojnë. Kurse pjesa tjetër thanë na kemi luftuar dhe kemi dëbu mushrikinët nga vendi i betejës, ata thanë që neve na takojnë, kurse pjesa tjetër thanë ne i kemi tubu plaçkat e luftës, ne i kemi mbledh, atëherë neve na takojnë këto plaçkat e luftës, derisa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e tyre. Pastaj domethënë filluan të zbresin ajetet kuranore, domethënë nga kjo sure ku Allahu subhanahu wa taala xhelle shanu wa xhelle xhelalu thotë yeselunaka anil anfal, kur të pyesin ty o Muhammed për
plaçkat e luftës, thuaj atyre se kjo i takon Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me lenin Allahu xhaleshanu xhel xhelaluhu, pasi që do të tregojmë edhe qëllimin e kësaj lufte e Bedrës, se si ka filluar lufta e Bedrit, patjetër do ta tregojmë edhe qëllimin, e pastaj me lenin Allahu subhanahu wa taala do hym edhe me i lexu ajetet kuranore nga fillimi i kësaj sureje, duke tregu se qëllimi i plaçkave nuk është çdo gjë që duhet musliman ta kenë parasysh, po qëllimi i plaçkave është domethënë një pjesë për pjesëve kësaj dynjaje, është një pjesë, është një çështje për çështjeve kësaj dynjaje, mos bëhet shkak plaçkat e luftës, mos bëhet shkak dynjaja, mos bëhet shkak domethënë hutimi pasaj dynjaje e ju të harroni Allahun, e të harroni pejgamberin, e të harroni fjalën la ilaha illallah. Për këtë çështje me lenin Allah subhanahu wa taala, në ndërkohë mbrena kësaj ligjërate, mbrena komentimit shkurtër të kësaj sure, domethënë do i kyçemi me lenin Allah subhanahu wa taala ajeteve kuranore, ku do të tregojmë pasaj edhe për shkaqet e fitimit fitores së Bedrit, dhe do të tregojmë edhe për shkaqet e humbjes, nëse muslimanët domethënë nuk i përmban etikave dhe rregullave të luftës, domethënë karshi armikut apo karshi dushmanit. Shikues vëllezër dhe motra, sa i përket studimit kësaj sureje, Suratul Anfal, veçanërisht në kohën tonë dietarët islam i kanë përmendur mbi 70 studime. Kanë përmendur mbi 70 studime, të cilat domethënë i kanë nxjerr domethënë si mësime nga kjo kaptin. Domethënë studimet rreth akides, besimit, studimet rreth jurisprudencës islame dhe dispozitave domethënë të cilat kanë bëjnë me rregullat e etikës luftrave. Ashtu nga kjo sure kanë nxjerrur domethënë si studim domethënë politikat e një shteti domethënë të brendshme dhe të jashtme, studimet rreth arsimit, studimet rreth davetit, studimet rreth metodologjisë të davetit dhe ashtu me radhë. Kështu që dietarët islam domethënë nga kjo sure kanë nxjerrur 70 studime, domethënë prej 75 ajeteve kuranore domethënë të zbritura në këtë sure, domethënë edhe pse 75 ajete kuranore, po ajete shumë të mëdha, kuptime shumë të mëdha, domethënë që e përfshin dinin Allahut subhanahu wa taala. Ju premtuam shikues vëllezër dhe motra se sa i përket qëllimit betejës Bedrit, pse ka filluar domethënë kjo betejë në mes muslimanëve dhe mes idhujtarëve domethënë Paris Mekase, në vendin e quajtur Bedr, domethënë në periferi të Medinës, në drejtim domethënë të Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke pas parasysh domethënë muslimanët pasi që u dëbuan domethënë nga Mekkeja, i lan pasuritë e tyre, u akallën shtëpitë e tyre muslimanëve vetëm ata thonin la ilaha illallah, dhe pejgamberi alayhi wasallam me ata musliman asaj kohë domethënë u shpërngulën nga Mekkeja në Medinë, dhe në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e krijoi qeverinë, e krijoi shtetin islam, e krijoi ushtrinë, dhe në vitin e dytë të hijretit, në muajin Ramazan ka ndodhur lufta e Bedrit, domethënë betejë mes muslimanëve dhe mushrikinëve, ashtu sikur që potencuam, treguam domethënë që muslimanët e kanë fituar domethënë këtë luftë dhe është regjistruar në historinë islame si lufta e parë ku domethënë është ngrit fjala la ilaha illallah dhe poshtë kufri, ku është dalluar e vërteta prej jo të vërtetës. Dëgjon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse shikues vëllezër dhe motra, muslimanëve paria Mekase mushrikine, të cilët domethënë lanë pasuritë e tyre në Mekë, edhe u shpërngulën në Medinë, lanë të gjitha pasuritë që kishin atje, ja u morën mushrikinët paganet dhe u dogjën pasuritë e tyre dhe u kallën shtëpitë e tyre, dhe mu për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për t'ju hakmar mushrikinëve paganëve dhe për t'ju kthy pasurinë muslimanëve të dobët në Medinë që ishin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dëgjon Rasulullah sallallahu alajhi wasallam se Ebu Sufjani atëherë ishte jo musliman, po nisej nga Mekkeja për në Medinë, pastaj për në Sham me shumë pasuni,
me një karavan, domethënë me plot mall dhe me shumë kafsh apo bagati, drejtuar domethënë Medinës, pastaj për në Sham për të shkuar atje për të tregtu. Kur ndëgjon Muhamedi alayhi salatu wasalam paralajmërohet se po vjen karavani, domethënë prej Mekës drejtim Medinës, pastaj për në Sham, me shumë pasuri vendos pejgamberi sallam domethënë që dalin disa prej sahabëve dhe domethënë ta ndalin këtë karavan që mos nisej për në Sham. Kështu që të merret ajo pasuri dhe ajo mall do të shpërndahet domethënë muslimanëve, muhaxhirëve, të cilët u është marrë pasuria e tyre me pa të drejtë. Kështu që pejgamberi sallam e bën një strategji dhe vendos që disa prej sahabëve dalin përballë domethënë këtij karavani, i cili ishte në atë kohë domethënë si udhëheqës i karavanit, domethënë kësaj tregtie madhështore, domethënë Ebu Sufjani. Edhe pasi që ata dalin sahabët me urdhrin e pejgamberit sallam që ta bllokojnë këtë karavan dhe ta sulmojnë këtë karavan dhe t'ju kthehet ajo pasuria e marrur prej muslimanëve domethënë Mekase t'ju kthehet në Medinë, dëgjon Ebu Sufjani dhe e ndron kahjen dhe paralajmëron idhujtarët në Mekë, parien Mekase atje, thot se kanë dalë disa prej ushtarëve apo disa prej sahabëve, shokëve të Muhamedit alayhis salam për me sulmu karavanin, kështu që grumbullohen, tobohen Mekasit, domethënë ushtria Mekase bën dikun mbi 1000 vet, edhe zbresin domethënë nga Mekkeja për në Bedër për ta mbrojtur karavanin, këtë pasuri domethënë që ishte udhëheqësi Ebu Sufjani, edhe me 1000 ushtar dhe me shumë deve të armatosur për t'i luftuar domethënë muslimanët në Medinë dhe për ta mbrojtur domethënë kise për ta mbrojtur edhe karavanin e tyre domethënë nisur për në Sham. Kur ndëgjon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shikues vëllezër të nderuar, domethënë se ata po vinë, domethënë shumë ushtar, 1000 vet, kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ushtri nuk ishte domethënë nuk ishte as shumë i përgatitur, si ushtri domethënë nuk ishte edhe armë domethënë për të luftuar. Domethënë ajo ballafaqimi që bëhet pastaj shkurtimisht, domethënë ajo luftra që fillohet më u bë domethënë betejë në mes mushrikinëve dhe Muhamedit alayhi salatu wasalam, 1000 ushtar me 300 ushtar. Po megjithatë pejgamberi sallam domethënë ka bërë çast shumë dua, domethënë një natë përpara që Allahu subhanahu wa taala ta ndihmoj ushtrinë e vet edhe pse ata ishin 1000 me 300. Por ndihma Allahu subhanahu wa taala do na tregojnë edhe ajetet kuranore, Allahu subhanahu wa taala në këtë luftë dërgon edhe melaçe. Melaçe, domethënë grupe për ta ndihmuar domethënë ushtrinë muslimane kundër domethënë ushtrisë idhujtare Mekase, edhe domethënë zhvillohet kjo betejë në mesin e muslimanëve dhe mushrikinëve, domethënë e cila ka ndodhur në vitin e 2 hijretit, shpërnguljes pejgamberit alayhis salam në muajin Ramazan. Ballafaqohet kjo ushtri e madhe me 1000 ushtar, kurse domethënë ushtria e pejgamberit alayhi salatu wasalam me 300, po megjithatë alhamdulillah bindje e fortë e sahabëve, bindje e fortë në Allahun subhanahu wa taala dhe në pejgamberin e tyre, forcohen, bashkohen dhe 300 me 1000, por ndihma Allahut subhanahu wa taala, imani i tyre në Allahun, imani i tyre në pejgamberin alayhi salatu wasalam, e fitojnë domethënë këtë betejë, alhamdulillah. Edhe mu për këtë arsye Allahu xhalla shanu domethënë e ka thujt këtë betejë Yomul Furqan, dita e Furqanit, domethënë që është dallu e vërteta prej jo të vërtetës. Domethënë që është ngrit fjala la ilaha illallah edhe un poshtë kufri. Kështu që domethënë paria Mekase, ushtria domethënë e humbën këtë luftën dhe u kthyn për në Mekë dhe 70 rob u zonën domethënë prej onës Mekase, idhujtarëve domethënë në domethënë prej ushtrisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte ajo shkurtimisht domethënë ndodhia apo qëllimi i nisjes kësaj betejë mes betejë domethënë betejës Bedrit mes ushtrisë muslimanëve edhe mes ushtrisë domethënë pagane idhujtare, sikur që tham alhamdulillah ka dashur Allahu subhanahu wa taala, domethënë muslimanët e fituan këtë luftë
me duan e shumë që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu xhalla xhelalu do të thonë ju përgjigj lutjes së Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe zbriti ndihmën e tij për Muhamedin alayhi salam dhe do të thonë e shkatroi do të thonë ushtrin pagane së asaj kohe. Pastaj ajo dilema do të thonë që ka qenë mosmarrveshja që ka qenë mesin e sahabëve, ka qenë do të thonë pasi që fituan luftën, ishte dilema dhe ishte do të thonë ajo si një lloj përçarje do të thonë sa i përket plaçkave, sikur që e thamë edhe më herët, filluan sahabët do të thonë që të bëjnë khilaf në mes tyre, të mos bin pajtim mes tyre sepse ushtria e Resulullahut ishte ndarë në tre pjesë. Ushtria e pejgamberit alayhi wasallam ka qenë në tre pjesë. Një pjesë, do të thënë ka qenë duke mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pjesa tjetër do të thënë kanë qenë duke luftuar në angazhim luftë dhe duke u përballuar do të thënë drejt për drejt me paganët dhe duke i përzon, duke i larguar nga vendi i Bedrit, kurse pjesa tjetër ka qenë do të thënë duke mbledh ato plaçkat e mbetura do të thënë nga lufta dhe kur u bën në fund do të thënë ata filluan do të thënë që të mos bien pajtim do të thënë sa i përket plaçkave, ata që kanë mbrojt pejgamberin thanë neve na takon, ata që kanë janë ballafaqu ball për ball me mushrikinët, ata thanë neve na takon sepse ne kemi luftu, kurse domethënë ata të cilët i mbledhnin këto plaçkat e luftës mbetura thanë na i kemi mbledh ato këto, neve na takojnë këto plaçkat e luftës dhe Allahu subhanahu wa taala e zbrit këtë sure me emrin Suratul Anfal, surja e plaçkave të mbetura nga fitoria e Bedrit. Kjo është shkurtimisht, me lenin Allahut subhanahu wa taala do vazhdojmë inshallah taala sekim së bashku dhe do I lexojmë së bashku disa prej ajeteve kuranore ku Allahu subhanahu wa taala fol për shkaqet e fitimit betejës dhe tregon gjithashtu domethënë se cilat janë shkaqet nëse muslimanët domethënë nuk I kanë parasysh rregullat e luftës, domethënë vjen deri tek humbja, deri tek apo deri tek kthimi I ushtrisë mbrapa, deri tek dobësimi dhe me lenin Allahut subhanahu wa taala dhe disa ajete kuranore të cilat domethënë kanë lidhje domethënë me Suratul Anfal, do I lexojmë mesin tuaj inshallah taala, domethënë një shkputje e shkurtër, pastaj do vazhdojmë përsëri. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.